Mbani ara në shtëpi dhe i përdorni në këtë mënyrë. Nuk do të vuani kurrë nga këto tre probleme. Arat janë cilësuar si një nga ushqimet më të mira për shëndetin e zemrës. Ato përmbajnë nivele të larta të fibrave, proteinave dhe vitaminave dhe studimet shkencore nga Suedia dhe Norvegjia kanë treguar se konsumi i përditshëm i arave mund të jetë i dobishëm për shëndetin. Rekomandohet të paktën të konsumoni çdo ditë rreth 30 gram ara, të cilat mund të zvogëlojnë nivelin e kolesterolit dhe rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Studimi, i cili përfshiu pothuajse 2 milion njerëz, tregoi se rreziku i humbjes së jetës nga një atak në zemër ose goditje në tru reduktohet me 1/4 te ata që konsumojnë ara rregullisht. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Ulëntimi i kryer nga ekipi i Universitetit të Oslos dhe Institutit Karolinska në Stockholm përfshiu 60 studime me 1.9 milion pjesëmarrës për të përcaktuar lidhjen midis konsumit të arave dhe rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të zemrës, goditjeve në tru dhe diabetin në tipi 2. Arat reduktojnë sulmin në zemër. Rezultatet treguan se njerëzit që konsumonin rreth 30 gram ara në ditë kishin 19% më pak gjasa të zhvillonin sëmundjet kardiovaskulare dhe 23% më pak gjasa të humbisnin jetën nga sëmundjet krahasuar me ata që nuk hanin më pak. Gjithashtu, adhuruesit të arave ishin 18% më pak të prekur të zhvillonin sëmundje të zemrës dhe gjithashtu 25% më pak gjasa të humbisnin jetën prej tyre. Erik Arsen, një nga autorët kryesor të studimit, tha: "Nëse hani një grusht me ara çdo ditë, që është rreth 30 gram, rreziku i zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare do të ulet 20 deri në 25%, por është e rëndësishme t'i konsumoni ato sa më cilësore." Arat janë ndër arorët më të mirë për shëndetin e njeriut. Ato përmbajnë yndyrna të shëndetshme, vitamina, minerale, antioksidantë dhe enzima që kanë vlera të fuqishme mjekësore. Arat njihen kryesisht për rëndësinë e tyre në mbrojtjen e shëndetit mendor. Forma e tyre e ngjashme me ato të trurit tregon lidhjen e ngushtë që ato kanë. Jo më kot, konsumi i rregullt i arave forcon kujtesën dhe përshpejton procesin e sinjaleve nervore. Nëse arat janë ndër arorët tuaj të preferuar, dëgjoni me vëmendje përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i tyre në mënyrë të rregullt. Arat janë një mburojë shumë e mirë për shëndetin tuaj të stomakut. Ato janë të mira gjithashtu edhe për aparatin tretës. Në përgjithësi, nëse i konsumoni brenda normës, ato do të përmirësojnë shëndetin e organizmit tuaj. Mikrobioma e stomakut ka nevojë për probiotik dhe prebiotik, të cilat do të ruajnë kështu balancet e bakterieve të mira dhe të këqija. Ekspertët thonë se arat shërbejnë si prebiotik dhe rrisin volumin e bakterieve të mira në stomak. Ngrënia e rregullt të arave do të parandalojë inflamacionin, ishemin dhe problemet e zorrës së trashë. Arat janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat të cilët duan të humbasin kilograme të tepërt. Arat përmbajnë kalori, e megjithatë janë të pasura me fibra të cilat ju mbajnë të ngopur për më gjatë, sepse ato përshpejtojnë organizmin tuaj dhe metabolizmin. Studimet thonë se arat janë ideale për rënien nga pesha nëse konsumohen me maturi. Ato përshpejtojnë djegjen e yndyrnave dhjamore dhe frenojnë gjithashtu edhe oreksin. Ndaj konsumit tyre në mënyrë të rregullt, sigurisht që do të kthehet një element pozitiv në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe jo vetëm. Arat janë të mira për shëndetin tuaj të trurit. Siç e tham edhe më herët, arat janë një zgjidhje shumë e mirë dhe konsiderohen si një nga ushqimet më të mira për shëndetin e trurit sepse janë të pasura me acide yndyrore omega 3. Konsumi 10 gram ara në ditë përmirëson aftësinë reaguese të trurit në përpunimin e informacionit, kujtesën dhe përqendrimin. Duke qenë se janë të pasur me antioksidantë, acide yndyrore, poli të pangopura dhe substanca që luftojnë inflamacionin, ekspertët thonë se duhet të konsumoni çdo ditë në të mirë të trurit. Ato ngadalësojnë dhe pengojnë plakjen e parakohshme të trurit dhe ulin rrezikun e sëmundjeve nervore në fazën e mëvonshme të jetës, citon Step to Health. Përfshirja e arave në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për shëndetin e përgjithshëm. Arat, si pjesë e një regjimi të shëndetshëm ushqimor, janë të dobishme dhe të mira për mbrojtjen e organizmit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve.
Ato janë të dobishme për shëndetin e zemrës dhe si të tilla do të luajnë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Për më tepër, ato mund të konsumohen ndërmjet vakteve shumë lehtë, ndonse përmbajnë shumë kalori. Për këtë arsye rekomandohen që të jenë të kursyer në racione. 5 deri në 8 kokra ara janë mëse të mjaftueshme për të marrë cilësinë ushqyese të tyre. Pavarësisht kësaj, arat janë të mira si për shëndetin e mirë edhe për konsumin e përditshëm. Arorët janë të mirë për shëndetin e zemrës dhe do të ulin rrezikun e humbjes së jetës në mënyrë të parakohshme nga sëmundjet e zemrës. Ato mund të quhen të dëmshme vetëm nëse jeni alergjik ndaj tyre. Në të kundërt mund t'i bëni pjesë të regjimeve tuaja ushqimore. Një nga mënyrat se si arorët ju ndihmojnë të mirëmbani shëndetin e zemrës është të ulni nivelin e kolesterolit të keq. Ky i fundit luan një rol kryesor në bllokimin e enëve të gjakut. Ngrënia e tyre ndihmon në uljen e gjasave të mpiksis së gjakut, falët të cilës zemra pëson një atak fatal. Vlerat fantastike të arave do të luajnë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Konsumi i moderuar i arave të paktën 3 deri në 5 kokra çdo ditë të ndara në baza të ndryshme ditore mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për shkak të vlerave të shumta që ato përmbajnë. Konsumi i arave në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të luajë një rol vendimtar në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Arat janë të pasura me proteina dhe disa prej substancave më të shëndetshme. Ato janë të pasura me acide yndyrore omega 3. Këto acide gjenden kryesisht te peshqit dhe arorët. Acidet yndyrore janë të shëndetshme për zemrën dhe mbi të gjitha do të parandalojnë edhe luhatjen e rrezikut të rrahjeve të çrregullta të zemrës. Arat janë të pasura me fibra, element mjaft të rëndësishëm në aktivitetet tuaja ditore. Të gjitha arorët përmbajnë fibra që ndihmojnë gjithashtu në uljen e niveleve të kolesterolit. Fibra luan një rol kryesor edhe në parandalimin e luhatjeve të sheqerit të diabetit të tipit 2. Arat janë të pasura gjithashtu me vitaminën E. Kjo vitamin do të parandalojë bllokimin e enëve të gjakut, të cilat shkaktojnë edhe sëmundjet koronare. Sasia e nevojshme e arave ka të bëjë gjithashtu edhe me atë që ju doni të përfitoni, por nëse konsumoni të paktën 4 deri në 8 kokra ara në ditë, do të keni shumë përfitime për shëndetin tuaj. Sigurohuni që t'i zgjidhni ato sa më të freskëta në mënyrë që të merrni përfitimet dhe të parandaloni një sër problemesh të shëndetit tuaj. Të gjithë hani ara çdo ditë dhe kjo i bën mirë organizmit tuaj. Shumë studime kanë treguar se arat, bajamet dhe lajthit kanë vlera të larta për shëndetin, kanë fibra, yndyrna të mira dhe proteina. Të gjithë ju bëjnë të ndjeni të ngopur duke mos lejuar që të hani me tepri. Gjithashtu mund të ngadalësoni edhe sulmet në zemër dhe gjithmonë nëse i konsumoni në formën e tyre të moderuar, do të keni më shumë benefite në shëndetin tuaj. Nëse egzagjeroni me konsumin e arave, lajthit dhe bajame, do të përballeni me një mbingarkesë të kalorive, duke shtuar edhe në peshë rrjedhimisht. Prandaj ekspertët këshillojnë të konsumoni të paktën deri në maksimumi 8 kokra ara. Kjo do t'jap përfitime të duhura shëndetit tuaj dhe do të mbajë larg edhe komplikacionet e tij. Arat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Të pasura me yndyrna të shëndetshme për zemrën, vitamina minerale, ato ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të ndryshme siç janë edhe ato kardiovaskulare, si dhe lufta kundër inflamacioneve. Një tjetër studim ka treguar se sa më shumë arorë të konsumojë njeriu, aq më pak depozita do të kenë edhe për humbjen e jetës, një shumëllojshmëri e të cila mund të ndodhë me moshën, veçanërisht nga sëmundjet e zemrës. Njerëzit të cilët konsumojnë ara rregullisht kanë një rrezik më të ulët që të preken nga problemet të cilat lidhen edhe me shëndetin e zemrës. Arat janë një frut i cili është i pasur me vlera ushqyese që do të rrisë energjinë e trupit. Ato janë një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore të cilat do të ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit në trup. Gjithashtu ato do të ndihmojnë edhe në rritjen e energjive trupore, do ta mbajnë zemrën më të fortë, mbrojnë sistemin nervor dhe gjithashtu ushqejnë në shëndetin tuaj të kockave. Ndaj konsumi i këtij fruti aror në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për t'i ofruar trupit të gjitha vlerat për të përmirësuar organizmin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.